modelin e Montessorit të cilët mësojnë. Edhe neve na kanë mësu që ta në shkollë, që çka shkruan me dorë, truni se harran, shumë e rëndësishme me shkru me dorë, tash sidomos pse fëmijët përdorin iPad-a, laptopa e kështu teknologji, sidomos perëndimi po mundohet mu kthy në shkrim, sidomos jo veç shkrim të shkronjave të shtypit, po mundohet mu kthy të shkronjat e shkrimit, që është shumë specifike për Montessori, se Montessori shkronjat i mëson të shkrimet. Arsyeja kryesore është se kur një fëmijë shkruan në shkronjat të shkrimit, dorën asnjëherë nuk e lëviz prej fletës. Edhe ka kontinuitet. Çaj kontinuiteti e bën një farë lidhje në tru që mandena nuk harrohet asnjëherë. Është e rëndësishme me cek që diçka se edhe që kjo fotografi që tu është e jetës praktike, po metodologjia Montessori ka edhe dy shtylla tjera. Njëna është matematika, ku fëmijët mësojnë numrat prej 1 deri në 10, kuptojnë pa konceptin e zero.